po duke e dashur, respektuar, ndihmuar njëri tjetrin, jemi qenie humane më të mira dhe një popull më i mirë. Është me të bo Kosova ty, shtetasit Kosovës, me të adhon pasaportën, jo veç me t'imu ty, po me n'animu edhe ti neve, me ligjërata, me qelje dyrë që veç po e bën edhe pa pasaport. A e kështë e pranu? Me njërë, nderuar. Është detyrim shpirtëror jeta. Se ne po flasim për gjë, pra ajo gjë më e thjeshtë që na mungon. Duhet të dua mirë, po duket e kuptoj. Njerëz xhelozojnë edhe nuk artistat. E di shumë mirë, sidomos në art, ne harrojmë që për një të mirë të përbashkët të vendit, neve secili prej nesh bën diçka më vete, po për një të mirë të përbashkët është ligji i qytetërimit të bashkëpunojmë. Ajo secili për veten e vet dhe duke pasur atë pikën e përbashkët, ai është i xhunglës. Ne këtë duhet mësojmë, jemi një popull kaq i vogël, me talentet jashtëzakonshme, po kemi nevojë këto talentet ti përqafojmë, ti ndihmojmë, ti shtyjmë, sepse vetëm në këtë mënyrë e përsëris ndoshta mund të duken pakës anakronike, po duke e dashur, respektuar, ndihmuar njëri tjetrin, jemi qenie humane më të mira dhe një popull më i mirë.